shpesh herë, përmendoj sidomos vitet të fundit, është si trend se zgjidhet këpuca sa më e shtrenjtë. Këpuca e shtrenjtë nuk do të thotë që është këpucë patjetër e mirë për shputën. Këpuca duhet të ketë disa karakteristika, ose për shembull kur vinë familjarët me fëmijën apo pacientat të ndryshëm, kërkojnë këpucë anatomike ose këpucë ortopedike. Këpucë ortopedike, në fakt, këpucë anatomike nuk ka nëse nuk prodhohet special për personin që i kërkon këpucën, për shkak se ajo këpucë, secila shputë është ndryshën vetvete. Kështu që këpuca duhet të ketë disa karakteristika. Gjithmonë këpuca është mirë që të jetë e butë, të jetë të pjesa thermës rreth 2 cm më e lartë se ta pjesa përparme e shputës, edhe të jetë komfort, mos të jetë shumë e ngushtë përpara të pjesa përparme, sidomos tek femrat ku kemi këpucat me taka të larta të ngushta përpara, që do të shkaktojnë shpesh herë një deformitet tjetër që është i shpeshtë tek femrat të moshës të rritme, që thirret hallux valgus ose deformiteti i gishtit të madh, i cili ikën në drejtim të gishtave të tjerë. Ky deformitet tregon një studim në vendet e Afrikës ku popullata kryesisht ecë pa këpucë apo ecë zbathur, edhe është vërtet tepër rrallë në bazë statistikave ky deformitet i gishtit të madh. Ndërsa te vendet interesant, domethënë tek në Afrikë është vërejtur pak ky deformitet dhe është vetë shumë pak. Ndërsa tek vendet e zhvilluara ky deformitet është shumë i zhvilluar, sidomos te gjenia femërore, e një prej faktorëve janë këpucat. Ka edhe faktorë tjerë, gjithmonë gjenia femërore, ligamentet janë më të lira, janë më hiperelastike se te gjenia maskullore, por faktori kryesor llogaritet janë këpucët. Cilat janë rastet më komplekse, doktor Berisha, në përvojën tuaj, në ekspertizën tuaj, ballafaqimimin tuaj me pacient? Rastet gjithmonë në trajtimin e rasteve komplekse. Po rastet gjithmonë më komplekse janë rastet apo deformitetet e lindura të shputës, për shkak se ato kërkojnë trajtim afatgjatë, shpesh herë deri në moshën 18 vjeçare. Fillohet që nga lindja, fillohet kryesisht shumica e deformitetet, për shkak se ka shumë deformitete, po deformiteti më i shpeshtë që e hasim te popullata jonë është thirret 5 equinovarus ose kur shputa është e kthyer nga brenda dhe poshtë. Edhe ky deformitet haset më njëherë pas lindjes, fillohet më njëherë trajtimi me imobilizim me gips, është trajtim i gjatë, pak i mundimshëm për prindërit, për shkak se çdo javë duhet ndrohet gipsat, varësisht prej korrigjimit të deformitetit, është edhe kohë zgjatë e ndrimit të gipsave. Në disa raste kërkojnë trajtim kirurgjik, për shkak se deformiteti nuk përmirësohet vetëm me gips. Në disa raste kërkojnë trajtim specifik me këpucë speciale që duhen bëhen shpesh deri në moshën 4 vjeçare ose shpesh edhe më gjatë. Janë këpucë që mbajnë shputën të kthyr me anash edhe kanë një shirit ose një shufër metalike që e lidh të dy këmbët, që shpesh është e bezdishme për fëmijën dhe për prindërit. Domthonë deformitetet e lindura të shputës janë problemet që kërkojnë trajtimin më afatgjatë, shpesh edhe mas moshës 18 vjeçare. Normalisht deformitetet e tjera, siç janë deformitetet e fituara të shputës, kërkojnë trajtim afatgjatë, po trajtimi kryesisht domthonë nuk është i përjetshëm, është trajtim që mund të kërkojë 2-3 muaj, 5-6 muaj në vit, ndërsa trajtimet e lindura kërkojnë shpesh trajtime shumë gjata.